Përshëndetje miq të televizionit Syri. Jemi bashkë edhe sot me storjen e ditës. Kinemaja është një botë e imagjinatës, e imagjinata është fillimi i krijimit. Kinemaja ka qenë për një kohë të gjatë pjesë e industrisë së argëtimit. Ajo ka një ndikim masiv tek njerëzit në të gjithë botën. Me fjalë të tjera, i ndihmon ata të heqin dorë nga monotonia. Kinemaja gjithashtu ka evoluar shumë vitet e fundit dhe mund të konsiderohet si një arratisje pozitive nga jeta reale. E kështu pa humbur kohë, do të shohim së bashku pasqyrën e filmave që do të shfaqen këtë javë në kineman Hyrje Hana. E si gjithnjë, edhe këtë javë me premiera të reja. It's bumpy. This? This is nothing. I could whip you around again, show you the old loop-de-loop. Ditën e martë do ta fillojmë me një film të animuar shumë të dashur për fëmijë. Në orën 15 do të shfaqet Sing 2. Pastaj vazhdojmë në orën 17 me dramën House of Gucci. I've been a Gucci all my life. Your name is in the history books. Paolo, you are Gucci, you need to dress the part. It's sheep. Dhe në orën 20, Spider-Man No Way Home. Look, there has to be another way. There isn't. You're struggling to have everything you want. Këtë mërkur do të fillojmë nga ora 15 me komedinë familjare, Clifford the Big Red Dog. Shouldn't we try to hide him or something? It's New York. No one will even notice. Pizza. Just a big. Whew. Why don't we get you on the scale here, bud? Në orën 17 vazhdojmë me King Richard, biografia e dy teniserëve shumë të famshme botërore. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? E viti që lan past ishte jashtëzakonisht i suksesshëm për filmin Zgjoji, i cili përveç shumë çmimeve arriti të shfaqej edhe në për shumë kinema botërore. E sigurisht që ky film vazhdon të shfaqet edhe në kineman Hyrje Hana. Këtë film mund ta ndiqni këtë enjtë me fillim nga ora 20. Nështë ta o mire dhe tim ja nismi mësu do sene. E pas ditën e së enjtës e nisim me The Hating Game, film ky i cili na flet për një vajzë ambicioze dhe raportin e saj me kolegun që ajo e konsideron si armikun e saj të punës. Se si rrjedhin ngjarjet mes tyre, ju ftojmë ta ndiqni këtë film të enjtën me fillim nga ora 15. Let's play a different game. Why? I don't want to be some experiment before you settle down. We are competing for the same job. It is impossible to trust each other. I'm in there. Dhe në orën 17 për ata të cilët ende s'kan pasur kohë ta shohin, Zgjoji. Kur do të pushoj ma kjo ka. Krejt për din që për i gra kirrit, që për punon shehër. E me vitin e ri, në ekranin e kinemas Hyrje Hana do të shfaqet premierë edhe filmi Bigfoot Family, i cili tregon se si baba i Bigfoot është bërë i famshëm në botë dhe dëshiron ta përdorë famën e tij për të ndryshuar botën. Ai pranon të ndihmojë një organizatë mjedisore të mbrojë një rezervat natyror nga shkatrimi, por më pas ai papritur zhduket pa lënë gjurmë. E çfarë ndodh me personazhet e këtij filmi, ju ftojmë ta ndiqni ditën e enjtë me fillim nga ora 19. They definitely noticed us. What gave it away, Mom? Don't sass your mother. Hang on. We're making pancakes. Hit me. Oh shit. Trapper. Don't blame me for your lousy catch. Një tjetër premierë kësaj jave, një film tjetër aksion, The 355, një mision i rrezikshëm për të shpëtuar botën nga një specialist kompjuteri të avancuar dhe një psikolog kolumbian
kur një armë top sekrete bie në duart e gabuara. E çfarë ndodh më tutje, ju ftojmë ta ndiqni në orën 21. E pasditja së premtës i dedikohet të vegjelve të cilët me fillim nga ora 15 mund ta ndjekin filmin Sing 2, i cili paraqet aventurën e disa yjeve që pretendojnë të nisin një rrugtim për të krijuar një paraqitje spektakolare, por pengesa që ata hasin bëjnë rrugtimin e tyre paksa të vështirë. Por sa do t'ja dalin ata, ju ftojmë ta ndiqni këtë film deri. Ndërsa në ora 17 do të mund ta ndiqni The Matrix Resurrections. Back to the Matrix. Orari i orës 20 është i rezervuar për Spider-Man No Way Home, i cili u bë filmi i vetëm që në kohë pandemie arkëtoi mbi $1 miliard. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Fundjavën e nisi me 3 filma të animuar që u dedikuan të vegjelve, ku nga ora 11 shfaqet filmi Encanto. I'm losing my gift! The fate of the family is gonna come down to you. I can't do this. Let me help you. The rats told me everything. Don't eat those. E për të vazhduar më pas në ora 13 me filmin Paw Patrol. It's a beautiful thing. No dog. By order of the new mayor. He's more of a cat person. Ladies and gentlemen, and most importantly, influencers with over 10,000 followers. Dhe maratona këtyre filmave përmbyllet me filmin 100% Wolf, që shfaqet me fillim nga ora 15. It's perfectly natural! Yes, I'm a boy! You can look now! Oh, whoa, sweet mother of... Ndërsa ora 17 i është dedikuar filmit The 355, i cili ishte premiera kësaj jave. 20 shfaqet Spider-Man No Way Home, e cila është seria e tretë e filmit të dedikuar për këtë superhero. E ditën e diel me fillim nga ora 11 nis me shfaqjen e filmit Clifford the Big Red Dog, i cili paraqet historinë e një qeni që rritet nga dashuria e njerëzve. Clifford, no fetch. Oh no. Clifford! No, that doggy! This dog is killing me. Ndërsa me fillim nga ora 13 shfaqet filmi animuar Sing 2, film shumë i dashur për fëmijët. Dhe ora 15 i dedikohet filmit Bigfoot Family, i cili ishte premier gjatë kësaj jave. You wouldn't know it, but I'm a Bigfoot too. Wow. With your fame and influence, you could help stop Extract before it's too late. You just got home. You can't leave again. Në ora 17:30 mund ta ndiqni sërish filmin Zgjoj. Jam të dashur me nisni punë me krejt gratë Krushës. Qysh do me këshirën si idealin tëm kur të kthehet. Nëse kthehet. Ndërsa kjo javë në kino përmbyllet me shfaqjen e filmit Spider-Man No Way Home me fillim nga ora 19:30. From every universe. Duke ju lënë juve në dorë që ta zgjidhni kohën dhe filmin të cilin do ta shikoni, e që nuk do të jetë as pak një zgjidhje e lehtë për ju, unë ju përshëndes duke ju lënë takim me pasqyrën e filmave të kinemas Hyri Johana të hënën e javës së ardhshme.
dhe duke ju uruar që ky vit të jetë sa më i mbar për të gjithë juve. Miru pafshim!